Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci ka inspektuar nga afër punimet që po kryen nga Bordi i Kullimit dhe ndërmarrja e shërbimeve dhe punë publike në kanalin kullues pranë harkut të Berdicës. Gjatë intervistës për mediat, kryebashkiaku Beci u shpreh se ky ishte një ndërhyrje domosdoshme në një kanal që nuk ishte pastruar prej vitesh dhe ishte kthyer në një zonë pa zot. Kjo ndërhyrje që po bëjmë tash besoj se do zgjidhë përfundimisht një nga problemet më të mëdha, do thoya, gjatë përmbytjeve në Shkodër, që është nyja e harkut Berdicës që përmbytet gjithmonë. Shpresoj shumë që të zgjidhim këtë problem me këtë pastrim. Do doja ta falenderoja dhe bashkëpunimin që kemi pas me Bordin e Kullimit, edhe ndërmarrja jonë e bashkisë, kanë punu bashkë. Ky ka qenë një kanal që ka qenë pa zot, nuk dihen në inventarin e kujt ka qenë, asnjë s'ka pas marrë përsipër, dhe kjo ka qenë arsyeja që ka mbet. Tani u bashkuam, forcën, morëm makineritë nga Bordi i Kullimit dhe makineritë e ndërmarrjes son. Është një punë voluminoze, punë shumë e madhe, por jashtëzakonisht me impakt të lartë për gjatë kohës së përmbytjes. Besoj se bashkë me problemet e kolektorëve që kemi zgjidhur Shkodër, kanaleve që kemi zgjidhur Shkodër, kjo është, mendoj, e fundit që na krijon një funksionim më të mirë gjatë kohës së rreshjeve. Sipas banorëve, kjo është një ndërhyrje shumë pritur që shmang rrezikun e përmbytjeve në këtë zonë. Është shumë e mirë kjo që u bëhet këtu. Ky vepër për ne 20 vjet, sa prek me dorë. Mi 20 vjet. Edhe kena net, sa herë ka ra shiu, kena net me frikë apo na bllokohet harku i Berdicës. Jena blloku. Unë besoj se me këtë ndërhyrje ne kemi zgjidhur përfundimisht problemin e ujërat të harkut të Berdicës. Kështu që punoni, ne i zona kur punojmë. Për ditësh në këtë segment po punon në kanalin kryesor kullues të Bachallekut, si edhe në kanalet që lidhen me zonën e Berdicës.